Në diellin pranveror të Hamburgut, anije mallrash 200.000 tonëshe pothuajse 400 metra të gjata, të ngarkuara me kontenier transporti, janë ankoruar në skel përgjatë lumit Elba. Vinçat shkarkojnë ngadalë kutitë metalike të mbushura me gjithçka, nga lëndet e para të ushqimet dhe elektronika, dhe në disa raste edhe kokainë. Midis viteve 2018 dhe 2023, sekuestrimet e kokainës u rritën me 750%, duke e dalluar Gjermaninë si një tjetër qendër të madhe evropiane në tregtinë globale në zgjerime sipër. Por fluksi jo vetëm që po rrit varësinë, por po nxit edhe korrupsionin në një vend që perceptohet si një nga më pak të korruptuarit në botë. Po shohim një infiltrim të infrastrukturës portuale në Hamburg, dhënia rishfeti oficerëve të policisë në këmbim të informacionit, dhe së fundmi, një prokuror shteti që pret gjyqin si i dyshuar për rrjedhje informacioni në një rrjet trafikimi kokaine, tha Daniel Bombacher, i cili drejton Byron e Evropës në iniciativën globale kundër krimit të organizuar transnacional. Në vitin 2021, policia njoftoi sekuestrimin më të madh të kokainës në portet e Evropës. 16 ton pluhur me pastërti të lartë, të fshehur në 1700 kova stukoje, të dërguara nga Paraguay në Hamburg. Prokurori kryesor publik që hetonte rastin në fjalë, doli përpara gjykatës javën e kaluar, i akuzuar se ishte në listën e pagave të bandës që duhej të hetonte. I pandeuri i quajtur Yashar G akuzohet për rrjedhjen e informacioneve të hetimit të bandave dhe për paralajmërimin e të dyshuarve për arrestimin e tyre të afërt në këmbim të 5.000 eurove në muaj. Ai u arrestua në tetor nga policia që monitoronte komunikimet e koduara të bandës, kur policia bastisi rrjeten menjëherë pas sekuestrimit në Hamburg, por të implikuarit kryesor kishin ikur në Dubai. Yashar G akuzohet gjithashtu për rrjedhjen e informacionit të ndjeshëm të bandat e tjera të drogës. Ai e mohon të gjitha akuzat kundër tij. Prodhimi i kokainës në Kolumbi dhe konsumi i saj në Evropën perëndimore po arrin nivele rekord, po kështu po fitojnë edhe rrjetet evropiane të krimit të organizuar, që shpërndajnë një produkt me vlerë më të madhe se platini në peshë. 1 kilogram kokainë vlen $2.000 në Kolumbi, por sa po arrin në Europë, vlera e saj rritet mesatarisht në $40.000. Fitimet nga kjo rritje e madhe nuk shpenzohen vetëm për makina dhe vila luksoze, por përdoren për të lehtësuar rrugën për ngarkesën tjetër, ndërsa gangsterët ngulin tentakulet e tyre në vende si Holanda, Belgjika, Suedia dhe Gjermania. Hamburgu, porti i tretë më i madh i Bashkimit Evropian, është një nga portet e preferuara nga bandat e drogës, sipas Europolit. Persona të brendshëm, duke përfshirë punonjës të portit dhe anijeve, roje sigurie dhe shofer kamionësh, e lëvizin drogën pa u vënë re. 2 punonjës në portin e Hamburgut u burgosën këtë muaj për ndihmë në transportimin e 480 kg kokainë nga Ekuadori dhe për mundësimin e një sulmi fizik ndaj një kolegu që kërcënoi me komplot. Policia ka nisur një fushat publicitare për të ndihmuar punonjësit e portit të mbrohen nga bandat e drogës që përpiqen t'i rekrutojnë ose t'i zhvatin, por forcat e sigurisë portuale të Hamburgut ndihen aq të kërcënuara sa vitin e kaluar kërkuan armë automatike. Në një incident, policia belge i dha informacion policisë portuale të Hamburgut se një bandë armatosur franceze e drogës po planifikonte një bastisje për të rikuperuar kokainën e sekuestruar. Ndërkohë fitimet e kokainës derdhen në rrugët e Hamburgut. Karl, një ish ujtar në lagjen me drita të kuqe të qytetit, tha se parat nga kokaina janë bërë gjithnjë më të dukshme në 5 vitet e fundit. Çdo fundjavë sheh gjithnjë më shumë të rinj në Ferrari, Lamborghini dhe SUV me vlerë 150.000 euro, tha ai. Këto nuk janë para të fituara nga prostitucioni, mashtrimet apo kanabisi. Këto janë para nga kokaina. Një sër rastesh në Gjermani kanë nxjerrë në pa gjithashtu korrupsionin e dyshuar brenda radhëve të policisë. Një oficer në shtetin jug perëndimor të Baden-Württemberg u arrestua këtë muaj me dyshimin se ishte në listën e pagave të mafjes italiane Ndrangheta, një oficer i lartë policie në Hanover, i dyshuar për marrjen e rishfeteve nga një rrjet i trafikut të drogës, i arrestuar në janar. Një oficer i skuadrës së drogës i arrestuar pranë Frankfurtit në nëntor me akuzën e ndihmës dhe inkurajimit të tregtarëve të drogës, dhe një oficer policie i arrestuar në Bonn, i cili u akuzua për dhënien e informacionit të klasifikuar antarëve të mafjes holandeze marokane, lojtar të mëdhenj në tregtinë e drogës në Evropë. Sasia e kokainës që kemi parë në Gjermani dhe në BE në dekadën e fundit ka çuar në një fluks të paparparash në krimin e organizuar. Grupet e krimit të organizuar nuk kanë pasur kurrë kaq shumë kapital si përmarrës në dispozicion, dhe gjithashtu kurrë më parë një nxitje kaq të fortë për të investuar në rishfet, për të siguruar që biznesi të vazhdojë të ecë përpara, tha Brombacher. Autoriteti portual i Hamburgut tha se çështjet e lidhura me sigurinë portuale u trajtuan nga policia e Hamburgut. Ekspertët e krimit të organizuar kanë paralajmëruar se natyra e vërtetë e korrupsionit të sjellë nga rrjetet e trafikut të drogës mbetet e fshehur. Gjermania ka pasur të vështirë të pranojë problemin e saj me krimin e organizuar dhe ende sot e mohon kryesisht. Fluksi i papritur i kokainës sapo ka filluar të bëjë problemin të dukshëm, tha Zora Hauser, një kriminologe në Universitetin e Cambridge
Cambridge-it, libri i së cilës zgjerimi i mafjes rreth ngritjes së ndragetas në Gjermani u butua këtë muaj. Lënda jetike e krimit të organizuar është kokaina, por autoritetet mposhten, pavarësisht gjithë punës së zbatimit të ligjit në shënjestrimin e tregtisë së kokainës në Evropë. Furnizimi është i bollshëm dhe ndryshe nga shumica e produkteve, kushton pothuajse njësoj si 10 vjet më parë, kur holandezët shpenzuan 524 milion euro për të ngritur sigurinë në port, në përgjigje të një vale ekzekutimesh nga bandat e lidhura me tregtinë e kokainës. Bandat thjesht kaluan në portet e Francës, Spanjës, Portugalisë, Skandinavisë dhe vendeve baltike. Sekuestrimi i kokainës në Hamburg ra në vitin 2024, por droga ende po arrin me bollëk, me anije të vogla në portet më të vogla të Gjermanisë Veriore ose nëpërmjet kontrabandës së parazitëve, ku kokaina ngjitet në pjesën e jashtme të trupit të anijeve të mallrave dhe nxirret nga zhytësit në portin e konsideruar si destinacion. Trafikimi i kokainës dhe pastrimi i parave që lidhet me të në Gjermani mund të funksionojë vetëm në një shkallë të gjerë përmes korrupsionit të zyrtarëve publik dhe lehtësuesve të tjerë, por fokusi i hetuesve është vetëm tek autorët brenda rrjeteve kriminale, tha Robin Hoffman, një specialist i krimit të organizuar. Në vend të kësaj, tha Hoffman, siç është bërë në Holand, kërkimi për infiltrimin e parave të kokainës duhet të zgjerohet më tej tek lehtësuesit, avokatët, politikanët vendas dhe këshilltarët financiar që mundësojnë krimin e organizuar dhe përfitojnë prej tij. Përshtati pamfleti nga The Guardian.